Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Stezi. Unë jam Eleni. Bashkë jemi Stezi dhe një Zylfo. Atëherë është super shpejt për ne, është ora 8:30. Po bëhemi gati super fast sepse do të shkojmë të hajmë Gjesin. Është këtu me ne nona. Hajde nona edhe ti. Tada! Gjesi, përshëndetje gjithë. Jemi të treja kombinuar me të bardha. Edhe mami që po bën gati në çantë. Mami ka blu, ka kompletin e re që ju ka treguar tek video I fundit. Atëherë unë po vej pak bronzer. Tregoj mami outfitin I bukur sa I bukur sa është. Edhe pse e ke treguar. Ej! Besoj që është hera e parë që një person është më e zezë se unë në fytyrë. Pra mami, ke marrë diell. Më të gjithë ma kanë thënë, nuk e ti pse. Edhe unë. Edhe gocat të jetë. E në kostumin, po shikoni barkun tim, kjo është më e slim. Okej, edhe tani po bëhemi gati, edhe kështu. Edhe barku im që është okej. Edhe unë dua të bëj I lampë, që ati s'ke bën lampë, po unë dua të bëj. Edhe unë du më bëj. Unë s'kam nevojë. Që të jemi krejt të zezë. Si, po të zezë. O, pse nuk po bëhem me zezë më fytyrë, po më rëzitë, tani? Është edhe çudi që flokët tona janë almeno, fëmijat janë të mira, janë bukura, sepse I kam la dje para se shkoshim tek Darka me stafin e Katit, edhe janë në rregull, që duket që I kam la sot mëngjes. E prit Eleni. Nga gjysore. Ku do shkojmë të hajmë Gjesin, këtu të hoteli? Okej. Edhe sot Edhe sot kemi shumë gjëra që do bëjmë. Kemi shumë takime. Takimi I parë do jetë për vetullat e nonës, që do të bëj vetullat, do bëj seancën e dytë. Pastaj ma vonë do ju themi çfarë kemi me bërë. Por besoj që është pjesa më interesante, edhe që për sot po. Edhe do të shkojmë të bëjmë një vizitë për ty, mami. Dhe klinika dental. Po isha të pyet. E di ku duhet bëjmë. Vabbè, basta. Na Eleni? E faloj Eleni tani. And I'm ready. Do të vej vetëm pak parfum. Nona, do parfume kemi bler dia, është shumë e mirë. Po, hoqi. Hajde këtu. Kemi marrë këtë djetë të kringu. E kemi marrë të ringu, edhe herën e fundi e kemi marrë të Rruga Durrësit, aty ku janë kredi qarat, por e ka marruar. Nondo, qëmë që kis? Aja. Bravo. Tada! Po bën edhe gati? Edhe unë. Onja mora mami të outfitin që ka bërë dje, ja mora unë sot. Vetëm Ke out? Vabbè, vetëm triken, po. Unë nuk e di, po çdo ditë që kalon, dashurohem me barkun tim. In love. Tani shkojmë te klinika dentare edhe shikojmë si ka shkuar çdo gjë. Por besoj super mirë sepse ka flet më mirë se mua dhe motra. Kam flet? I ka bërë gjitha. Comunque shkoni tek profili jon sepse duam t'ju tregojmë foton që I kemi bërë mami dje. Oh, po. Bye. Amore pure però? Buongiorno. Atëherë mbaruam mëngjesin. Okej. Tani do të marrim taksin për të shkuar me vetullat e nënës. Ma si do? Non era albanese. Si do shkojmë? Taxi, ha detto la mamma. Mami taksi, non autobus? Sì, bëjmë. Ma shumë re. Atëherë mbaruam për vetullat e nonës. Si të duke nona? Bukra? Shumë bukur. Tani do të shkojmë për të bërë vizitën e mamit të Kate. Dhe ma pas do shkojmë të parukjera unë edhe motra që do të bëjmë onde. Po, besoj që na bëni me dritën, nuk e di.
Okej, arritëm tek zona jonë, do me thonë tani të shkojmë te klinika, hajni. Që mami ka vizitë tek dentisti. Po. O ma, e din që e ke te dentisti tani, e mësun për meq. Frika te dentisti. E mësun Kam për meq. në siklet kur shkoj tek dentisti se më mprej barkun, të bëj gjoksin, të bëj gjokirin. Diçka tjetër. Dentistin, po të drejtën jam mirë shushu zotit se kisha edhe më frik. Atëherë do shkojmë aty, unë edhe Leni do rrim pak, edhe pastaj do hikim. Vetë nuk kam shumë punë, ama. Qikoj. Atëherë, kjo ditë se që më pëlqen sepse ka diell, po jo ai shumë diell. Është perfekt. Edhe besoj që fotot shpresoj që mos tiki do të vinë mirë, nëse do të ngeli ky dielli këtu që është tani. Sepse kur ka shumë diell fotot nuk dalin, ai është e bukura. Edhe edhe flokët shpresojnë të na dalin mirë me onde të bukura. Do lujem pastaj pak që mu luj. Do të mbaj këtë make-upin që kam në këtë moment, sepse në këto ditë si që thash nuk është që më pëlqen shumë të lyem. I overdose. Super, se më është se kam po bravo, se dhe kishtë me shumë mirë. U pësha në tapë, se ti... Më e gjaku më shpifte. Po jo, pastaj nuk e ndjeva fanë. E ke super. Nesër, do fillosh një shterës goje, okej? Okej. Apo që sot e le njerë, s'ka... Ato brufen i kam hum, nuk i kam pikre. Jo, s'ka gjë. Mos i pi, që s'ke dhine, mos e pi. Po pasa s'kam i më, e kam humbër. I ke humbër, që da më të pire gjitha? Ka pi gjitha? Ame ma. Ma, kod bo, kod. Ti shdo të dorë, sa herë ke pi? Po të herë tim 12 që nga këtë diku ashtë. 12 sa të me se. Shkreta unë. Ase të jap tjera. Tani po shkojmë tek parukjerja. Shkojmë aty tek ringu. Ma e keti portofolin tim? Po. Okej. Po. Prit me onde, por pak, se me thonë, me onde të forta sepse na hikin shpejt. Nëse t'i bëjmë shumë të leta. Duhen t'i bëjmë pak rica, po jo rica. Do me thonë me rica që kështu pastaj të krijon ondat e tona. Po, ato anën seki dhe kështu, bravo. Po, shumë. Atëre guys, sa është ora Eleni? Është ora 5-18 minuta ne arritëm tek hoteli nga pak. U kemi argëtuar shumë, krej foto do i shikoni pastaj në Instagram, na bëni follow, keni linku poshtë tek infoboxi. Unë ndrova, përfundova pra me këtë rikën, sepse është e bardhë, është komode, është e bukur edhe më rrinë super mirë me flokët, edhe pse sot më duken akoma ma bjonde, nuk e di arsyen për nejse. Motra? Unë jam të një të kështu me këtë kompletin, se është një nga ato që kemi vesh për fotot. Na falni pak me rëmujen mbrapa, por kemi bërë super rëmuj. Nejse, Eleni ka përshet ata bronzerin, është shkrej për tokë, pastaj do shikojmë si do e pastrojmë. S'kemi hongër dark, po. Dreke dhe do me thonë që tani do shkojmë të hajnë diçka që Shikoni flokët të mia. do t'ja vlen edhe për dark, sepse nuk mundemi të hajmë shumë. Quindi Dreke dark bashkë. bashkë, edhe kështu jemi edhe, si me thonë, cheap, mos harxojmë shumë. Shpresoj. Je dakord mami? Unë jam shumë dakord. Super dakord. Jam pak Me këp. E ojtur, po. Po do hiki avasha. Tani do bëjmë the last TikTok edhe pastaj do dalim sa më shpejt. Po. Edhe atë ka super vap, ma shumë po shumë vap. Që duket proprio Duam verë. se tjeni Talina tha motra, Që po vjen shi, edhe që po vjen shi. Shumë, që Se ka marrë Beatricën të shkolla. E ju dua shumë të gjithëve katërve ju. Love you. Love you. Tani të bëjmë
TikTok-et e funit edhe po hikim. Shkojmë. Në këtë ditë po dukemi tipo nuk di tipo ato drogatët për telefon që nuk mund të jetojnë. Më për telefon. Që audio, unë pak a shumë po. Por po publikojmë krejt gjonat, pastaj edhe 20 minuta do kemi një video, edhe kemi për story, and we are ready. Kemi shumë uri, hajtë t'ikim. Hajde. Atëre sa dolem, shikoni sa bukur pamja këtu mbrapa ty, është dhoma jon. Dukemi në veçe, më pëlqej shumë. Sot jemi proprio të bukura, comunque. Gjithmonë. Gjithmonë bukura. Sot proprio Unë të një shpike këto palatet. si shishirëm ka bëna, si shishirëm. Comunque çdo herë që kaloj aty të ajo rrugica ku më kanë bo magji, mamma mia, sa frikë më vje. Ma po ju do dini, ma të zhduket më mirë se do dini që gjëra më e keqe që unë e shikoj E përjetoj momentin shumë keq edhe tani në shtëpi. no, te ka ëndrat, ëndrat. Po pra, i ka inkubo, si thujnë. Si Është shifot. inkubo, nuk e di. Ti po e bëj si ëndër, por është një ëndër e Natën keqe. zgjohet inkubi. Ma proprio kam frikë. Edhe ditëm ka ndodhur prapë që kam qenë në Reggio Emilia me Daj Elvin, edhe me nonën edhe me gjyqëri domethënë. Edhe sa hym në makinë erdhi kjo, kështu këto koti nuk di ka ishte. Ty pyet lek të Dajës, po na ka shikuaj shkesh me ata sy bushjet, tu na shiku neve. O mje plek ose kam përbë magje dhe prandaj zio i tha, Daja i ka dhënë lek sepse edhe zio e nuk e di, por e nishe. Qa? Si e harron telefonin ti? Vabbè, nise e këni edhe ishe comunque e kishte pa shumë keqe edhe prandaj i dham lek. Edhe pastaj u zhduk, sa i dham lek u zhduk, nuk e pa mo, proprio u zhduk në moment, proprio të sekondi mbrapa. Kam diçka tek syri, nuk di, po më jep pak bezdi. Sa erdhi pizza ime, mamma mia, e marrun gati Eleni me mamin. Shikoni sa patatine. Atëre mora akullore në sneakers. Se mirë se është. Eleni ma fishe. Kujdes. Ti pjatë qëro, janë të mira. Unë e adhuroj, edhe super e mira kjo. Flokët e mija më pëlqenë super shumë. Mami ku është? Edhe mami ma akullore në vetë. Jogurt, mango. Pëlqen? Po shumë. Është shumë e mirë Si këtë. su ullëm në aty? Jo, hec, se kina shumë rrugë e gosa. Shumë regull, që të tresin pak ato që hongre. Po. Atëre mbarova kulloren edhe mami mbaroi super e mirë. Tani do të filloj gjiro jonë këto në përdishanët. Atëre, unë edhe Neni, our wish list është. Atëre, një cover. Një cover. Poi Edhe për mu një falsyze. një falsyze. Edhe çfarë tjetër na duhet? Ndoshta Një portafol të vogël. një portafol vogël Eleni. Atëre tani po kërkojmë një cover për telefonin, sepse Eleni do me ndru, edhe unë dua me ndru. Është shumë e keqe. Unë kufin tim për telefonin e kam nga tetori. Që ka flek të mirë. Wow! Ishe frikë. Zuar? Atëre mbaruam të bari, tani po kthehemi te hoteli. Sa është ora Eleni? 8. Është ora 8 2 minuta. Madonna, isha të thënë sorry, po ishte mami im. E ove, tani po kthehemi te hoteli. Jemi shumë të lodhura, është nga sot mëngjes se po bëjmë vetëm, no, me thëmë vërtetën, s'kemi hetë fare. Por thjesht jemi pak lodhur sepse u kemi zgjuar super shpejt, në orën 7:30.
Në 7:30 edhe kemi Edhe shku. ju jeni zgjuar herët, se edhe keni ra vonë. Prandaj sepse kam edituar Se unë video. me të drejtën kam flet, nuk kam që. Këtë video nuk do editoj sonte, nuk do e vej nesër, pres pak. Jo. No, shikoni. Kjo mund tjetë tipo ëndra shokëve tona. Aty, krejt futbolli, nuk e shef do? Tani do shkojmë këtu mbrenda dhe do marrim çaj boronica. Madonna, gjitha jo për Elenin. Kumko mama hym ne dhe ngjohet vetëm zoni jon. Atëherë mbaruam edhe tek pasticëria kemi blejt Dubai Chocolate si gjithmonë. Mami ka hor 3 leçe edhe nesër besoj që do vim këto sepse treme Lenin treme. Vazhje. Do vim prapë sepse do marrim diçka për Teze Alme që po na mban Beatrice. Që të të pagujsh. Jo, po për shef. Për qef? Po, që të mban. t'ja shpërblejmë. Edhe një gjë për babin. Babi ka shumë fiksim ravani. Na kiro di që sa kohë. Babi e Me thot. shërbet. Babi i pëlqen. Po. Tani po shkojmë tek hoteli dhe do të lajm fytyrën. Unë dua të flej gjumë mirë sonte sepse vlog dua t'i mbaj dhe nesër që më vërtet më pëlqen shumë. Ndoshta pak lak mu desh, se kështu t'ja vesha para se shkosha me flej gjumë. Jo, laku nuk t'i bën mirë, t'i bën më lesh. Atëherë do flej kështu, do të vej. Duket se t'i mban, po t'i mban keq. Atëherë unë kam ata tipë dishekun, kujtin do të vej kokën të kisteku, flokat jashta nga disheku dhe shpresoj që trinë. Unë po mundohem natën flej mirë, nuk është që lëviz shumë, se kështu mund bëj edhe fotot bukra nesër, se nesër kismet do shkojmë të hajmë o drek o dark jashtë, të një do qikojmë, si do jetë dita jone fundit këtu. Hajme në. Hi guys! Atëherë këtu kemi Big Brother VIP, edhe jemi në hotel, unë kam larë kryftyrën edhe më thonë vërtetën jam proud sepse mendova që situata do ishte ma tragjike, por për momentin është mirë, shpresojmë nesër mëngjes tjetë kështu si është tani, por nuk e di. Tani do shkoj edhe të laj dhomte dhe pastaj do shkoj të flej gjumë sepse sa është ora Eleni? 11. Natën e mirë! Natën! Subscribe, like, follow në Instagram edhe në TikTok, keni linku poshtë të Kifuboxi, neve ju puthim edhe të shqipemi tek video radhes. Bye!